Gjithmonë duhesh ta kesh besimin aktiv në Allahun te barekutaala. Gjithmonë. Gjithmonë duhesh të jesh i kujdesshëm që ti përgjigjesh hyrëve të Zotit xhel xhelalu. Gjithmonë. Dhe gjithmonë duhet të jesh falëndërues e jo mohues. Ti jesh mirënjohës e jo mos mirënjohës. Prandaj ai që na ka begatuar në Ramazan, vazhdon me na begatuar edhe mas Ramazanit apo. Ai që na ka jap jetë në Ramazan, hala po na jap, hala s'na ka marr. Prandaj vazhdojmë. Ai që po na begati në Ramazan, edhe tash po na jap. Ai që na ka ruajtur në Ramazan, edhe tash po na ruan. Njëjtë. Nga se Allah është i gjallë dhe nuk vdes. Aktiviteti i besimtarit në përputhje me udhëzimet e besimit është një aktivitet i vazhdueshëm deri në atë që Allah tha: "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Mos lejoni me vdek ndryshe përveç se si musliman. Për me vdek si musliman të ndërnozër në përmbyllje para se me filozofin, para se me vdekja, duhet me i shërby mënyrës që shkime vdek. Ka thonë pejgamberi s.a.s. Kjo rregull të nëzën, fejo në thashe, këmë thonë disare, pra po e them, fejo në shfeje regullave e disiplinës. Ke thonë, kështu të me bo, e ke pranu, qështu raga, feje qartë. Andaj ka thonë pejgamberi alehi s.a.s. Ashtu si keni jetuar, keni me vdek. Qësh ke jetu, me qëfar regulla, me qëfar sistemi ke jetu, që ashtu ki me vdek? Ashtu si ke vdek, ki morin gjallë, që ashtu ki morin gjallë? E qështë të njallë është pra dëmëhon, ki me pasë të fundin të kalloj madhuar. Aja që ka tu si musliman, ka me dek si musliman, aja që ka dek si musliman, ka morin gjallë si musliman. Aja që rin gjallë si musliman, ka mu shpërby si musliman. Edhe kundur. Andaj, regulloje orientimin e jetës që në fund të dalësh nga dunjoja dalje faqebardh, dalje të dur, dalje që garanton shpërblim dhe lehtësime pas vdekjes tënde. E kjo nuk mund të rregullohet me një javë, me një muaj, por kjo rregullohet në vazhdimsi, përmes besimit, përmes nështrimit dhe përmes falëndërimit. Këto janë shtyllat e tjetuar si musliman që Allah tha hakka tuqati. Që keni frikë Allahun ama me hak me Allahun kësaj pune. Me hak me besu, me të vërteta po. E vërteta dhe haku që ndrojnë në këto tri shtylla që i përmenda.